Mirëmëngjes gjithëve. Fillojmë mbledhjen për ditën e sotme të Komisionit Posaçëm Parlamentar për të koordinuar dhe mbikëqyrur gjitha veprimet institucionale për të luftuar dezinformimin dhe format e tjera të ndërhyrjes huajt në proceset demokratike të vendit. Seancën e sotme kemi të pranishëm guvernatorin e Bankës së Shqipërisë, zoti Getseko. Nderuar guvernator, faleminderit për prezencën tuaj në këtë komision. Komisioni është ngritur dhe funksionon mbi bazë të një vendimi të Kuvendit të Republikës së Shqipërisë dhe ka organizuar punën e tij në disa shtylla, ku më kryesorët janë ato që kanë të bëjnë me proceset zgjedhore dhe proceset e tjera demokratike, së dyti me ndërhyrjet në ekonomi, së treti me sigurinë kombëtare dhe së fundit edhe me dezinformimin që prek edhe tre fushat e tjera. Unë do doja t'ju falenderoja në radhë parë edhe për komunikimin e vijshëm që kemi pasur, ju si Bankë Qendrore e Shqipërisë dhe Komisioni, për gjitha kërkesat që anëtarët e këtij komisioni kanë pasur në raport me veprimtarinë e Bankës së Shqipërisë në këto 4 shtylla, në këto element të rëndësishëm. Do të procedojmë me fjalën tuaj dhe pastaj me pyetje edhe opinione të anëtarëve të komisionit lidhur me ato çështje që kanë interes sipas objektit dhe punës së këtij komisioni. Do kërkoja edhe kolegëve deputet, po edhe juve, që për shkak të sensitivitetit që ka tregu, si një mbuloni, të kufizoheshim në çështje dhe në përmendje të emrave tregtar të operatorëve që janë në treg, banka ose jo të tilla. Kështu që fjalën e keni juve, pastaj vazhdojmë me pyetjet. Faleminderit zoti kryetar, nderuar zoti kryetari i komisionit, të nderuar zonjë zotëri deputet. Si fillim dëshiroj t'ju falenderoj për iniciativën tepër të rëndësishme të adresimit të një fenomeni që mund të kthehet në shqetësim nëse institucionet nuk veprojnë në kohën e dur për ta parandaluar. Raporti për rreziqet globale 2024, publikuar nga Forumi Ekonomik Botror, cilëson se keqinformimi dhe dezinformimi po ravizohen si rreziqet më të rënda globale për 2 vitet e ardhshme. Lejoni ta filloj fjalën time me një prezantim të punës së Bankës së Shqipërisë në drejtim transparencës dhe komunikimit me publikun, si një nga gurët e themelit për një institucion të pavarur që përgjigjet para Kuvendit të Shqipërisë, por edhe para qytetarëve të këtij vendi. Ashtu dhe siç përcaktohet në ligjin për Bankën e Shqipërisë, objektivi parësor i Bankës së Shqipërisë është arritja dhe ruajtja e stabilitetit të çmimeve, si mbështetja më e mirë që mund t'jap politika monetare në rritjen ekonomike. Në funksion të përmbushjes së këtij objektivi, Banka e Shqipërisë ushtron edhe një sër funksionesh të tjera të rëndësishme, duke kontribuar ndër të tjera që sistemi financiar të jetë i qëndrueshëm dhe efikas dhe paratë e qytetarëve të jenë të sigurta në banka. Komunikimi me publikun është një aspekt shumë i rëndësishëm i veprimtarisë së Bankës së Shqipërisë, i ushtruar si në përputhje të detyrimit për të afruar transparencë maksimale për vendimarrjen e saj, ashtu dhe për arritjen e objektivit përhershëm të rritjes së besueshmërisë së institucionit. Në këtë kuadër, Banka e Shqipërisë e vlerëson komunikimin ndërveprues me publikun si një çështje parësore dhe me rëndësi strategjike për të transmetuar sa më drejt dhe në mënyrë të kuptueshme politikën monetare të zbatuar prej saj. Përtej detyrimeve ligjore, Banka e Shqipërisë synon të informojë qytetarët dhe në veçanti Kuvendin e Shqipërisë lidhur me rolin dhe veprimtarinë e saj, nga vendimarrja e Këshillit Mbikëqyrës deri te aktiviteti operacional i përditshëm. Kjo transparencë ndihmon në rritjen e efektivitetit të politikave të ndjekura nga Banka e Shqipërisë, duke bërë që publiku të kuptojë në kohë dhe si duhet vendimet e marra prej saj dhe të vlerësojë drejt ato. Në këtë kuadër, Banka e Shqipërisë përdor një sër kanalesh komunikimi me qëllim shpjegimin sa më të qartë të rolit, objektivit kryesor të saj, ruajtjes së stabilitetit të çmimeve, si dhe mënyrës së përmbushjes së tij. Veprimtaria e Bankës së Shqipërisë i komunikohet publikut kryesisht nëpërmjet njoftimeve e deklaratave për shtyp, fjalimeve, intervistave, pjesëmarrjeve në emisione televizive dhe kanaleve të tjera. Qytetarët mund të gjejnë informacion të plotë e të përditësuar mbi gjendjen ekonomiko-financiare, zhvillimet kryesore makroekonomike të vendit, si dhe rolin e kontributit të Bankës së Shqipërisë në këtë drejtim në faqen zyrtare të internetit të bankës www.bankofalbania.org.
Sot kjo faqe interneti është nga 100 faqet më të klikuara në Shqipëri me rreth 250.000 vizita në muaj. Për më tepër nga një studim i viteve të fundit të Bankës Kombëtare të Austrisë, Banka e Shqipërisë është renditur e para ndër bankat qendrore të vendeve të Europës qendrore, lindore dhe jug-lindore për transparencën dhe komunikimin e saj me publikun. Në raportin e publikuar prej saj, Banka Kombëtare e Austrisë ka evidentuar Bankën e Shqipërisë si tepër aktive krahasuar me bankat homologe, pavarësisht numrit të vogël të popullsisë. Të nderuar deputet, ndër vite, Banka e Shqipërisë vren se është rritur pasqyrimi me realizëm dhe vërtetësi i gjithë aktivitetit saj, përfshirë dhe vendimarrje në fushën e politikës monetare. Profesionalizmi i shtuar nga ana e medias ka ndihmuar në transmetimin më efikas të politikës monetare në ekonomi dhe në forcimin e stabilitetit financiar të sektorit bankar shqiptar. Imazhi i Bankës Shqipërisë dhe veprimtaria e saj në përgjithësi janë përcjellë në publik në mënyrë të përshtatshme. Megjithatë, pavarësisht përpjekjeve tona të vazhdueshme për transparencë dhe informim, nuk kanë munguar rastet e dezinformimit në drejtim të punës dhe të veprimtarisë tonë. Dezinformimi nuk është një fenomen i ri. I mbështetur edhe në avancimin e zhvillimeve teknologjike, ai ka mundësuar shtigje për krijimin dhe shpërndarjen e informacionit të rrem dhe të manipuluar. Në këtë epokë digjitale, ku informacioni dhe media luajnë rol kryesor në formësimin e opinionit publik, dezinformimi përbën një fenomen shqetësues për demokracinë e vendit. Sipas një vërtetimi të Bashkimit Evropian në vitin 2018, 83% e të anketuarve ishin të mendimit se lajmet e rreme përfaqësojnë një rrezik për demokracinë. Në ditët e sotme, duke përdorur demokracinë dhe të drejtën për informim të qytetarëve, dezinformimi mund të kthehet në një armë të fortë për cënimin e stabilitetit të institucioneve financiare. Kështu ai mund të dëmtojë institucionin e Bankës Qendrore, duke gryer besimin e publikut ndaj saj dhe sistemit bankar në përgjithësi, duke penguar aftësinë e qytetarëve për të marrë vendime të informuara dhe duke deformuar të drejtën e tyre për informim. Më konkretisht, dezinformimi mund të dëmtojë rënd stabilitetin financiar të një vendi, duke keq informuar qytetarët dhe bizneset, lidhur me sigurinë dhe qëndrueshmërinë e bankave, ku ata ruajnë kursimet dhe mbajnë llogaritë e tyre. Në këtë kontekst, rreziqet që vijnë prej dezinformimit janë të ngjashme dhe po aq të rënda sa edhe sulmet kibernetike ndaj sistemeve financiare. Nderuar deputet, aktualisht në tregun bankar shqiptar operojnë 11 banka të nivelit 2, 5 prej cilave janë me kapital shtetëror, 5 me origjinë nga vendet e Bashkimit Evropian dhe një bankë me origjinë kapitali nga Turqia. Këto institucione financiare po bëhen gjithnjë më të varura nga shërbimet dhe sistemet digjitale, ndërsa përballen me një rritje të numrit të kërcënimeve kibernetike. Në këto kushte, siguria kibernetike është kthyer në një çështje të nivelit të lartë ndërfunksional që prek të gjitha institucionet financiare. Kështu për krijimin dhe mirëmbajtjen e një hapësire të sigurt kibernetike, mbikëqyrja bankare ndjek një sër strategjish, të cilat përfshin masa teknologjike, organizative dhe rregullatore për mbrojtjen e dënave dhe sistemeve financiare nga sulmet kibernetike dhe rreziqet e tjera. Banka e Shqipërisë është në proces përditësimit kuadrit rregullator për mbrojtjen e rrezikut të teknologjisë informacionit dhe rrezikut kibernetik. Në bashkëpunim me zyrën e asistencës teknike të Departamentit Amerikan të Thesarit, po kryet rishikimi dhe përshtatja e rregullore së Bashkimit Evropian, DORA, në anglisht Digital Operation Resilience Act, për një përqasje sa më të plotë të rregullore së mbikëqyrjes së rrezikut të teknologjisë së informacionit dhe kibernetik me kuadrin rregullativ të Bashkimit Evropian. Kjo rregullore pritet miratohet në muajin që vjen nga Këshilli Mbikëqyrës i Bankës së Shqipërisë. Po ashtu, pjesë e bashkëpunimit është edhe hartimi i manualit të inspektimit të rrezikut kibernetik, i cili do të bëhet pjesë e ciklit të vlerësimit të subjekteve. Ky manual do të mbështetet në adaptimin e standardit ndërkombëtar ISO 27002 të 2022-shit për vlerësimin e përgatitjes nga ana e bankave për mbrojtjen nga sulmet kibernetike dhe të vijshmërisë së veprimtarisë së subjekteve të licencuara. Nga ana tjetër, edhe vetë sektori bankar përballet me sfida të mëdha në mbrojtjen ndaj sulmeve kibernetike, duke qenë një objektiv kryesor për kriminalët kibernetik për shkak të natyrës kritike dhe vlerës së lartë të informacionit që administron.
Për përballimin e këtyre sfidave të shumta dhe komplekse nevojitet teknologji avancuar, organizim dhe kapacitete për reagim të shpejtë. Në këtë situatë, sektori bankar ka ndërmarrë një sër masash për të rritur sigurinë kibernetike, duke bërë së bashku një kombinim të teknologjive moderne, planeve të detajuara të reagimit dhe trajnimit të vazhdueshëm të stafit dhe të klientëve, për të mbrojtur në mënyrë efektive nga kërcënimet e ndryshme kibernetike dhe të tjera. Këtu mund përmendim investimet në sistemet e tyre infrastrukturore për të pasur një mbrojtje më të lartë të sigurisë informacionit, zbatimin e kontrollave të rrepta teknologjike, përdorimin e enkriptimit, testimin dhe vlerësimin e qëndrueshmërisë kibernetike, krijimin e planeve të reagimit dhe rikuperimit nga incidentet kibernetike, trajnimin dhe ndërgjegjësimin e vazhdueshëm personelit dhe të klientëve e të tjera. Përtej sa më sipër edhe Banka e Shqipërisë ka përcaktuar qartësisht protokollet e teknologjisë informacionit për të ndjekur nga subjektet financiare. Gjatë ushtrimit të funksionit ton mbikëqyrës, ne sigurohemi që të gjitha subjektet e licencuara të zbatojnë protokollet e sigurisë së teknologjisë informacionit të përcaktuara në kuadrin rregullator në fuqi, të jenë gjithashtu në përputhje me kërkesat për siguruar mbrojtjen e të dhënave të klientëve, sigurinë e sistemeve të pagesave dhe operacioneve të tyre digjitale, si dhe për të parandaluar krimin kibernetik. Si rezultat i këtyre masave, asnjë nga sulmet me të cilat jemi përballur nuk është materializuar apo ka shkaktuar pasoja të rënda në subjektet financiare banka dhe jo banka. Pavarësisht kësaj, është e domosdoshme që të gjitha institucionet të bashkërendojnë një strategji kombëtare të shoqëruar me një plan veprimi konkret për të zbuluar, parandaluar dhe për të përgjigjur në kohë këtyre kërcënimeve. Nderuar deputet, betejë me të gjitha këto rreziqe që sjell evoluimi teknologjik është patjetër e gjatë dhe e vështirë. Ndaj ritheksoj se ndërmarrja e këtij komisioni të nderuar për ta trajtuar këtë problematikë të kohëve të sotme është për të përgëzuar. Në përfundim nga ana e Bankës së Shqipërisë, ju siguroj se kontributi ynë dhe bashkëpunimi i ngushtë me ju në këtë drejtim nuk do të mungojë në asnjë moment. Ne do të jemi të hapur për të informuar dhe për të koordinuar çdo përpjekje si në kuadër të dezinformimit, ashtu dhe të informimit të drejtë, por dhe të punës së kryer për mbrojtjen nga këto rreziqe dhe sulmet kibernetike. Ju falenderoj.